Ne sot përballemi me qytetarët në Lushnjë dhe në gjithë Shqipërinë që nga mungesa shpresës kanë marrë rrugën e kurbetit. Qytetarët ikin nga varfria, Edi Rama ikën sepse s'do të dëgjoj dhe s'do të shikoj dhe nuk janë ndjen për problemet e qytetarëve. Le t'i japim fund këtij regjimi pa shpirt. Asnjë mos qëndrojë në shtëpi, të gjithë bashk, të djathtë e të majt i themi jo sklavrisë së re. Të shoh dhe prek stagnacionin, ecjen mbrapa, depresionin ekonomik, papunësinë dhe vrasin e shpresës që janë gjëmat e mëdha të rilindjes së Ilir Metës, Edi Ramës dhe Ervin alias Elvis Roshi. Me 21 qershor është ora juaj. Forca juaj është e papërballueshme nga çdo oligark, është e papërballueshme nga çdo kriminal, është e papërballueshme nga çdo pazargji, është forca e ndryshimit një herë për gjithmonë. Këto 2 vite, asnjë vend i ri pune nuk është hapur. Përkundazi, mira vende pune janë mbyllur për shkak politikës taksave të larta, të arbitraritetit dhe të arrogancës qeverisë. Ndërkohë që qeveria bën goditje selektive, sheshon dhe godet objektet, banesat, bizneset e të pamundurve, sarajet e klientëve dhe miqve të tyre edhe në shtat, në Rrogozhin, në Kavaj, në Surrel, në Çiparo e në gjithë Shqipërinë. Le t'i pyesim këta votues të 23 qershorit, të cilët janë sot 2 fish për të shkënjyrë se votuesit tanë. A kanë të ardhura më shumë sot se 2 vite më parë? Apo prodhojnë, apo shesin më shumë dhe më mirë se 2 vite më parë? Përgjigja që ju jepni sot këtu është përgjigja që dëgjojmë në çdo shesh. Është përgjigja e mjerimit paskaj që ka sjellë politika e të shtuar.